Të tash shikuesja erdhi koha edhe për bisedën e këtij edicioni dhe siç ju kam paralajmëruar në fillim të emisionit, pra sot kam kënaqësinë më të madhe që ta mirëpres në studio për një bashkëbisedë artistin multidimensional Shuk Orani. Do të flasim për angazhimet dhe punën e tij artistike gjatë vitit 2025, por gjithashtu edhe gjatë vitit 2026, sepse po besoj se do të kemi për shumë projekte për çfarë të diskutojmë bashkë në këtë intervistë. Pa humbur kohë, ju uroj mirëseardhje Shuk, kënaqësi gjithmonë kur të kemi në Ekspres. Faleminderit shumë për ftesën. Mirësi gjej. Atëherë, për me fillu kështu bisedën pikërisht me këtë pjesën se jemi në fillim të vitit, dua të pyes si ka qenë viti 2025 në aspektin profesional. Duhet me mendu tash ka kalu 20 që kam arru, kemi fillu me gjëra të reja. Kështu që ka qenë ndoshta interesant, mirë po ju edhe aq se sa kam pritur, pasi që nëse e shohim globalisht, ka ndryshuar disa gjëra, domethënë ka ndryshuar disa premisa dhe duhet me një farë forme të krijojmë një lloj orientimi të ri, kështu e quaj. Shumë mirë e the këtë gjë, po para pak javësh Shuk, ti ke realizuar një projekt mjaft të veçantë, është përfolur shumë për këtë projekt që edhe titullin e ka interesant, që është Sorry Picasso. A mundesh më na tregu pak prapa idesë rreth kësaj projektit, se si ke menduar të realizosh atë dhe njëkohësisht edhe rreth mesazhit që ke synuar me e bardhë? Unë kam përmend edhe më herët në këtë drejtim këtë çështje, do të thonë kam intervenu kohë më parë edhe në veprat e Da Vinci-t, të cilat i kam rikriju ose e kam bën një formë të jetës të re të veprave Da Vinci-t, të cilat ai nuk arrit me i përfundu në kohën e tij. Sa i përket Picassos, prezenca e tij e stërmbushur, domethënë ende për gjithë botën, ka kriju te unë një lloj revolte, po më merr mendja edhe te artistë tjerë, po ndoshta nuk e kanë pas guximin të reagojnë. Pasi që na jetojmë në epokën tonë, kështu e quajnë. Epoka e tij ka kaluar vetëm se, mirë po sa i përket aspektit ekonomik, na e kam përmend edhe këtu edhe shumë më herët, është ndikimi që o kriju një lloj mendësie. Kupton tash e shen gati në gjithë botën, aty ku ka ekonomi, aty ka edhe art, aty ka edhe monopol. Edhe me këtë të më thënë janë kriju monopolet caktume. Masi që kam fillu këtë projekt, pa të reagu një organizat amerikane, Prazel Arts, në më tonë që mirët me këto, kanë pasi diçka shumë interesante, kanë qenë të kunin atelier, kanë vizitu, kanë bo ingjizime, kemi bo diskutime, kemi bo intervistat ndryshme, dhe më tonë, për ata ka qenë diçka shumë interesante. Me këtë rast edhe me sa diun e ka pas me qindra mira klikime në këtë drejtim. Unë për vete s'kam po ndo një përfitim materiale ose diçka, mirë po kam jaftu për me bo sikur tim që është diçka që i takon së kaluarës, në rregull, ka qenë gjeni, ka pas gjitha, mirë po, sorry, është koha ime tani. Po, njëkohësisht më intereson ta di në çfarë forme, ndoshta ka edhe shikues të cilët po na ndjekin në këto momente dhe duan ta di në çfarë forme ke realizuar këtë eksperiment, edhe si është prit nga publiku, a ka mri me u përçu tek ata mesazhe në formën siç ti ke dashur, apo ke hasur edhe në të tillë që kanë keq kuptuar totalisht punën tënde? Aty se ndoket më herët e diskutuam pak, duhet më bë analiza, duhet të pasoni një kompani të madhe me bë analiza me pasë që ka ndodhur mbrapa, për fat keq nuk e di, po forma fizike se siç ka qenë, domethënë ka marrë një libër ti që e ka publikuar dikon 60 vite më parë, edhe fletat ndryshme në cilat kanë qenë shtypuna punimet e tij, domethënë kam intervenuar edhe një herë me një farë forme, me ngjyra, me atë stilin tem që e kam. Edhe këto pastaj i kam paraqit sikur vepra të rikrijuara me një farë formë, për epokën time. Më thonë, kjo ka qenë ajo forma e revoltës që u shfaq. Po, Shuk, pse apo sa është e rëndësishme për ty që të kthehesh prapa në historinë e artit dhe kështu ta rikrijosh atë në her pas here me artin tënd, apo ndoshta edhe ta kritikosh, pse jo, qoftë në mënyrë pozitive apo negative? Është doherë interesant kthehesh mbrapa, të shikosh domethënë se çka kanë bërë. Fundja, nëse e shohim tash komplet botën, është me një farë forme na jemi komplet hajna ta quaj ashtu. Pasi se komplet dituria ose ajo që ka kriju njerëzimi. Na kemi qasje dhe marrëmi si kur të ishte jonja, me një farë forme ka rikriju dikush tjetër. Në më thënë, na bazohemi në një farë krijimi, një farë bazë që o kriju shumë a herët.
Për ata e përmendi edhe rolin e shoqënisë tonë, ose rolin e shoqënisë komplet në botë, se për ndërlidhje, domethënë komplet me temën. Edhe këtu ku qëndrojmë ne? Qëndrojmë falë atyne që kanë kontribu ma herët, që kanë dhënë diçka ma shumë se sa vetëm për veti. Donë është një farë lloj egoizmi, po për fat keq na po kthehemi prapë te çajo forma e egoizmit. E tash për me pa të kalume, normal që dush me vlerësu, dush me pa, domethënë, që vlerë, si kulturë, si diçka, domethënë që na bën neve, domethënë, ndihemi mirë si shoqëni njerëzore. Mirë po, ana tjetër është keq përdorimi që bën në aspektin ekonomik ose në aspektin material. Tash, me një farë formë, monopoli që kanë kriju disa institucione në përbotë, ka institucione që përcaktojnë kush do të jenë superstars në aspektin artistik në të ardhmen në botë. Nuk do me thonë që nuk ka artist, ka me milion artist mirë në përbotë. Po ata që përmbushin që ato qëllimet ekonomike, ata futen që atë lloj kanun që, do me thonë që e krijon atë botën artistike që ne njohëm si superstars. E aty, do me thonë, ka qenë edhe revolta, sikur të Sori Picasso, sikur të, do me thonë, intervenimi i veprave që kanë qenë ma hershme, flasëm të ashtë i 5 shekuj ma herët, ose 4 shekuj ma herët, cilat ende na dominojmë një farë formë. Pasi që kanë ende atë fuqinë ekonomike që është interesante për atë pjesën e shoqënisë që e ka një mendësi tjetër. I ka atë aspektin ekonomik këtë fort, edhe dhe më thoni i dirigjon me një farë formë proceset, cilat që për mendimin tem nuk janë shnosha për zhvillimin e një shoqënisë. Sidomos edhe teknikë, na kemi kaluar folklorizëm, dhe më thonë, kemi kalu në gjanat, pasi që prapo këthejmë atë, kuptohen nga mendësia që është krijuar, se mendësia e cila e ka potencialin ekonomik tani, dhe më thonë. Ata i dirigjojnë me një farë forme aspektin e zhvillimit, cilin nuk e shoqës. Kjo mendësi mund të zhvillojnë nëse institucionet tona, do me thonë i qielin syt, edhe punojnë me ekspert. Jo ekspert partijak, ekspert, do me thonë që janë me një farë forme klientela e tyne, po të krijojnë me ekspert internacional. Këto është qëllimi, do me thonë, nëse bazohemi në kompani ndryshme, në përbotë, atëherë shohim, do me thonë, ato kompani që jetësin para, kanë ekspert për brenda. Nuk është, do me thonë, diçka që bëhet në bazë dëshirës, ose në bazë diçka se, po, bëhet shkaku i ekspertizës. Du të ndërlidhem pak edhe me këtë që sa po e the, pra ju keni deklaruar disa herë se bashkëpunimi i artit dhe ekonomisë është një nevojë e kohës sonë. Pse? Çfarë do të thuash me këtë? Kjo gjithmonë ka qenë. Kjo gjithmonë ka qenë. Nuk është vetëm tash, gjithmonë ka qenë edhe më herët, mirë po nuk kanë reaguar. Në momentin kur ekonomia ka ra poshtë, atëherë ka ra në njëjtin kohë me një farë formë edhe arti. Në momentin kur u ngritë ekonomia, do të thonë, arti ka qelë degëzime të reja me një farë forme. Po, do të thonë, kjo nuk mjafton për momentin se çka ndodh. Tash për më kthy, lutem edhe një herë pyetjen se tjetër, po, ishte pikërisht deklarata juaj, bashkëpunimi i artit dhe ekonomisë është më se nevojë e vendit e kohës sonë, pra në të kohën në cilën po jetojmë sot. Këto duhet them diçka që artistët në ditë sodit nuk mjafton të jenë pasiv, nuk mjafton të paraqiten me një formë të se kaluarës, të flasë të dalëm të prezentojmë pejsazhe, ose të prezentojmë folklor, ose të mirë me ende me luftën, ose të mirë me diçka. Artist, nuk është ai roli artistit. Artistit të më thonë, për mendimin tem, ku flasë për veti, duhet të jetë proaktiv, duhet të krijoj, nuk duhet bazohet në ato se çfarë të mira materiale do të kemi nga diçka. Mirë po mund bazohet, thashtë e përmenda institucionet të më herët, unë e shoh si humbje shumë të madhe për gjitha ministrit që nuk kanë ekspert për brenda edhe nuk kanë edhe artist. Po flas për vizionarës, po flas për artist që krijojnë disa piktura ose krijojnë diçka, do të thonë që nuk ju hin punë zhvillimit ekonomik ose zhvillimit kulturor ose diçka tjetër. Po flas, do të thonë, për një zhvillim diçka tjetër. Na flasim tash të përmendëm para 400-500 viteve. Da Vinci, do të thonë, integru për brenda projekteve arkitektonike. Ka pas inxhinieri, ka pas, do më thonë, zhvillim, ka pas në atë kohë inovacion që qysh tash na doket te i kalume. E në ditë sotit na diskutojmë për gjana që janë komplet banale.
E për ata, dhe më thënë, aty duhet filloj zhvillimi. Nëse ju paraprin artistët këtyne procesin, zbashku me ekspertët, atëre kemi një zhvillim edhe ekonomik brava. Për ata e lidhe ekonominë, dhe më thënë artën, se kjo ndikon që të zhvillohet edhe ekonomia. Pastaj të shpërndohen që ato të mira në të miren e përgjithshme, miren shoqënisë. Po, është kjo kritika kryesore që ke sa i përket të mënyrës se si zhvillohet arti, po e them në vendin tonë për të mos u zgjeruar më shumë në mbar botën, apo si mendon ti? Unë mendoj që ne kemi mungesë të theksuar të ekspertëve në lamive të ndryshme në për vend. Pasi që e përmenda dhe njerë. Na kemi globalisht, nuk është problem vetëm i joni, do është problem global. Kemi një mendësi jo edhe aq të avancuar. Do më thënë një mendësi me një farforme her pas here e shosit të së kaluarës. Për ata të them, do më thënë, na duhet të orientohem nga ardhmja. Okej, na duhet mësojmë nga e kaluara. Mirë, po mirëm edhe 25 vite pas luftës, mirëm, do më thënë, tema kryesore është lufta, ose janë, do më thënë, elemente diçka, okej, na e vlerësojmë ato, e kemi kuptu, e kemi akceptu, e vlerësojmë, do më thënë, ma tepër s'kem çka me bo. Mirë, po nëse dojmë të hecim para, atëherë duhet të avancohemi, do më thënë, me ekspert, me njerëz të lamive ndryshme, do më thënë, cilët në kuadër të ministrive ose në kuadër dikastereve të ndryshme, do më thënë, krijojnë procesi, krijojnë koncepte ndryshme, krijojnë pse jo dhe strategji. Unë e kam folë për strategjinë e artit në vitin 2010. Më thënë, kjo është temë me dekada që ka t'i kalu. Kam folë për strategjinë kombëtare që është para 15 viteve në Kosovë. Kam folë me njerëz të shumë mëdhenj politikës këto. Po, me sa shonë, ndoshta unë e gaboj, nësë jam i gjithdijshëm, po me atë se çka më i me pa, është bon për fatket shumë pak. Po krahas projektit Sori Picasso, a ke ndonjë projekt tjetër që je duke e menduar, duke punuar rreth tij që pikërisht do t'i shërben këtij misioni që sapo e përmendëm? Aty prap lidhe me ekonominë, për me zhvillu projekte janë gjithmonë të kushtueshme. Do të thonë, është një prej projekteve B17 për shembull në Hamburg, e ka kalu gati se gjys milionëshin në harxhime që ka pasaj projekti artin e epokën e inteligjencës artificiale, po ashtu i ka kalu do të thonë 300.000 euro harxhime. Aty për me zhvillu projekte tash në Kosovë janë parametra komplet tjera. Për ata, nëse prej qasoj loj mendësie, nuk jipet hapsin për me u zhvillu në këtë drejtim, po në anën tjetër është e kuptueshme se është pak vështirë, dhe më thonë me një mendësit në skaluarës, me avancun të ardhmen është pak problematik, cilën e kuptoj, po mirë po prapë them, ka ekspert ndryshëm cilët bashkohen edhe duhet ju jepet pak besime, duhet ju jepet pak mundësia. Njëjtë e përmendi edhe për arkitekturën. Na e kam përmend shpesh edhe në për intervista. Arkitektura vret. E na jemi pjesë e, dhe më thonë, qasoj arkitekturët cilat na po shohim gjithandaj se çka po ndodh. Do të thonë është diçka që nuk është në mirën e përgjithshme, është mirën e disave. Është mirën materiale, pra po është ekonomi, po vlas ekonomi. Edhe aty fillojnë, do të thonë, këto konfliktet midis asaj se çka është e avancuar, çka është mirën e përgjithshme, çka mund të zhvillohet, çka mund të na sjellë të mira edhe për të ardhmen, çka mund të na bëj të vimë në një lloj competition edhe me aspektin internacional, po ne ende po miremi me veten. Po miremi, do të thonë, me gjëra shumë banale. E për me shku në Evropë, për me arrit këto aspektet që shmendoj njerëz internacional, me arrit një farë kualiteti, aty jemi shumë larg. Në përmende inteligencën artificiale, ti je shok një prej atyre artistëve që ke gjetë mënyrën më inovative ndoshta edhe për ta inkorporuar inteligencën artificiale në veprat e tua, po në anën tjetër mu m'intereson të di sa është e pranishme AI, apo inteligencë artificiale sot në artin pamor në botë? Ka hulumtime në këtë drejtim, edhe është, ma mërmena i përshtatët pak a shumë edhe mendimit tem, se edhe kur kam punu në atë kohë, kur kemi zhvillu një inteligencë artificiale bashku me një koleg artist, Dario G, që kemi bashkunu, i cili është ekspert 25 vite me radhë në inteligencë artificiale, se nuk është tash që 3-4 vite, po inteligencë artificiale starton që në vitet e 70-ta.
është vetëm avancimi ose zhvillimi teknologjik I ka mundësu shpejtësinë, edhe me atë të zhvilluan ato të mirat që I shohim. Në aspektin artistik, inteligjenca artificiale luni pa rolit të asistencës ta quaj ashtu, po flas për veti. Sa I përket zhvillimit të artit ose krijimit të artit, atë nuk e përdor inteligjencën artificiale. Unë s'kam asnjë vepër që e kam kriju me inteligjencën artificiale. Edhe pse mirëm gati se rregullisht. Po të mirat janë tjera, pasi që nëse hulumtoj, nëse dua ide, nëse du diçka, atëherë I gjej ato të mirat edhe ma mundson ose ma përshpejton procesin me një farë forme. Amo jo nuk ma merr punën time se çka kam. E tash globalisht shihet një lloj ftohje nga ky zhvillim sa I përket artit, pasi që njerëzit e dojnë ato që e ka kriju dora njeriut ose që është kriju në atë aspektin social, jo në aspektin teknologjik. Se kjo është një lloj hype që zhvillohet nikur, është një lloj mode që e ka një farë kohë të caktuar. Kjo është mendimi jam, ndoshta gaboj. Po mendoj që në të ardhmen prapë se prapë njeriu po vrehet, se njeriu është botërisht shihet që njerëzit e kanë një lloj depresioni, edhe plus ky aspekti teknologjik e shton ato, nuk e largon, po e shton përkundrazi. Njeriu është krijesë sociale, pastaj nëse drejtohemi atëherë edhe ka fizika kvantike, atëherë janë ato grimcat e vogla, ajo energjia, ajo që e bën jetën. E ato nuk mund të krijohen për fat mirë ende nga inteligjenca artificiale, por nga njeriu vetë. Patjetër. Mirë shok për të gjithë ata që të njohin, e din, je një artist nga Kosova, por që jeton tashmë sa vite në Hamburg dhe atje edhe vepron, por njëkohësisht ke arritur që megjithatë të depërtosh në skenën e artit ndërkombëtarisht. Veprat tua janë ekspozuar madje edhe në Louvre, gjithashtu ke arritur edhe deri aq larg deri në Pekin, ndoshta edhe më gjerë nëse mund të harroj ndonjë prezantim tuajin. Më intereson ta di nga përvoja jote, nga mendimi yt, si e vlerëson këtë rrugtim tëndin me artin, ka qenë sfidues, I lehtë, I natyrshëm? Ndërkohë tash e kam harru veç, si ka qenë, është po flas gjithkohë është e kaluara, normal, është mësim, është e vështirë, duhet të luftosh me vetveten, ka momente kur duhesh të jesh I gatshëm të humbësh shumë derisa dhe familjen, po është çmimi I cilin e paguam pastaj. E sa I përket shpërndarjes së artit tim nëpër botë, me sa e dim tash janë 4 kontinente të cilat janë prezent me art, janë ekspozita ndryshme, janë koleksione private, janë institucione, ka kompania, ka lloj-lloj, tash e përmend edhe në Peking, po edhe më tepër se në Peking jam në Taiwan I shpërndam, gati se në komplet në Taiwanin, në qytetet kryesore, atje jam I shpërndam me veprat e mia. Të njëna për I tyne është edhe Central Bank që është në Taipei, në hall, nëse futesh në brenda I ki veprat e mia që janë të ekspozuara. Për fat keq që është ai dimensioni I madh cilin e përdorim, mbi 3 metra masia. Jo, s'është për fat keq, është për fat mirë. Ashtu e mendova. Unë mendoj se I bën shumë të veçanta, pikrisht kjo fakti se realizon në madhësi që rrallë ndodh tek artistët tanë, jo ndoshta pse nuk e kanë dëshirën, po më shumë ndoshta mundësinë. Në rastin tënd dua të ndërlidhem këtu sepse pikrisht vepra të tilla të përmasave të mëdha ti ke sjellë edhe në Prishtinë, në kryeqytet gjatë vitit 2025 në sakt gjatë verës, e patë një ekspozitë në Hani dy Robertëve, u mbush hapësira me ngjyrat e shukut. Na trego pak për këtë ekspozitë, si kalove, si u prit ajo? Me Fadel Dragaj kemi pas kontakt qysh ma heret, kemi pas plan, ka shfaq dëshiren për me u prezentu atë, edhe e pash që vitin e kalum tash është momenti edhe e vendosa për me ekspozu atë. Me sa dit edhe vlerësajon, Hani Robert është një lloj institucionin vete, I cili për mendimin tem nuk e ka përkrahjen ashtë sa duhet, kur ata kanë qenë aktiv para luftës, kanë përballu plumbat me një farë forme të kohën e okupimit që kemi qenë. Ma përmendja aty duhet të bëhet diçka ma shumë edhe të investohet pak ma shumë. E përmendem ma herët edhe zhvillimin
pikturave të mëdha ose dimenzioneve të mëdhaja që artistët ndoshta nuk e kanë mundësinë. Pikërisht këto qëllimi, do thonë, krijohen mundësitë. Do thonë, kjo është avancimi, do të thonë që nëse bazohemi në ata se çka është. Atëherë na po flas për diturinë që është për momentin. Por nëse dojmë zhvillim, atëherë duhet të shohim ose të mundohemi pak të shohim, të eksperimentojmë, do të thonë të hulumtojmë, të angazhojmë ekspertë, të angazhojmë do të thonë shkencëtarë. Unë bashkëpunoj ende me shkencëtarë, kam 3 shkencëtarë kam në ekipin tim, do të thonë që non-stop do të thonë zhvillojmë procese të reja. E këto, prapa vi çdo herë zhvillohen punimi, edhe pse nuk e kam qef me i prezantoj gjanat para se me ndodh. Edhe këtu në Prishtinë tash, domethënë është janë duke zhvillu disa projekte, mirë po ende nuk janë nuk janë të pjekur në anën e fundit. Mirë, kjo ishte edhe pyetja ime e fundit, doja të pyesja nëse ke ndonjë gjë, ndonjë projekt për të paralajmëruar që mundesh me nda sot me shikuesit tanë, po si do që të jetë. Për njëri prej projektive është edhe tani jemi në prag startimit me një fondacion arti. Ars Illumina e ka emrin, ne kemi zbashku me kolegun tim Kujtim Dobruna, ai është ekspert të ekonomisë, pra shumë medalë të ekonomia. Edhe shpresojmë që me donacione ndryshme do ta kemi mundësinë të përkrahemi edhe artistë këtu nga Kosova, pse ju nga Shqipëria, por edhe nga Ballkani. Cilët pastaj është ide të prezantohen nëpër Evropë, pse ju edhe globalisht. Atëherë kemi edhe një arsye për t'ju riftuar sërish në studio. Faleminderit shumë, shok, është gjithmonë kënaqësi kur bashkëbisedojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit.